Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë njoftuar zyrtarisht ratifikimin dhe nënshkrimin nga Shqipëria të një kredie të re prej $302 milion në kuadër të programit financimi huaj ushtarak FMF. Sipas njoftimit të palës amerikane, kjo marrëveshje do të mbështesë përpjekjet e Shqipërisë për të përmbushur angazhimin e mbrojtjes së Hagës, që parashikon rritjen e shpenzimeve për mbrojtjen në nivelin 5% të prodhimit të brendshëm bruto deri në vitin 2035. Kredia FMF do të përdoret për modernizimin e forcave të armatosura të Shqipërisë përmes blerjes së kapaciteteve kryesore me origjinë nga Shtetet e Bashkuara, si dhe forcimin e aftësive mbrojtëse të Evropës. Në njoftim theksohet se kjo marrëveshje është pjesë e partneritetit të ngushtë strategjik mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë, e cila si anëtare e NATO-s ka bashkëpunuar me Washingtonin në çështje të rëndësishme të sigurisë dhe politikës së jashtme. Shtetet e Bashkuara të Amerikës vlerësojnë gjithashtu rolin e Shqipërisë në strukturat ndërkombëtare të sigurisë, duke përfshirë dhe pjesëmarrjen e saj si anëtare themeluese e Bordit të Paqes të presidentit Trump. Marrëveshja prej $302 milion konsiderohet një hap i rëndësishëm për forcimin e kapaciteteve ushtarake shqiptare dhe për thellimin e bashkëpunimit strategjik mes dy vendeve.